Edhe po të mendonim 40 vjet, ndoshta nuk do të mund të shkruanim një histori që shkon kaq kundër njëra tjetrës. Kur e mësova për herë të parë, u çudita shumë. Tregimet e Hazreti Musait dhe Hazreti Jusufit ecin në mënyrë simetrike, sikur të mbash një pasqyrë dhe ajo t'i tregojë ngjarjet në anën krejt të kundërt. Për shembull, te Hazreti Jusufi flitet për babain dhe vëllezërit e tij, ndërsa te Hazreti Musai flitet për nënën dhe motrën e tij. Nëna e Musait e hedh në lum që të mos rrezikohet, ndërsa babai i Jusufit, Jakubi, thot: "Nëse djali im shkon, do të rrezikohet dhe nuk do ta ndaj nga vetja." Jakubi nuk e shet të birin për shumë vite, por nëna e Musait, edhe pse e hedh vet në lum, thirret nga pallati për ta ushqyer dhe e mban pranë për vite të tëra. Hazreti Jusufi rritet në fshat dhe bëhet vezir në pallat. Hazreti Musai rritet në pallat, por më vonë detyrohet të largohet dhe të jetojë në një fshat. Shikoni këtë model plot të kundërt. Motra e Musait e mbron dhe kujdeset për të. Vëllezërit e Jusufit e xhelozojnë dhe e hedhin në pus që të vdes. Hazreti Jusufi i sjell bijtë e Izraelit në Egjipt. Hazreti Musai i nxjerr bijtë e Izraelit nga Egjipti. Musai bëhet armiku më i madh i faraonit, ndërsa Jusufi bëhet aq i afërt me faraonin sa i besohet shteti i tij. Tregimi i Musait, ashtu si jeta e tij, rrëfehet në shumë sure të ndryshme në Kur'an. Sikur të udhtohet përmes Kur'anit, ashtu si që udhtua në shkretëtir. Ndërsa tregimi i Jusufit është i gjithi në një sure të vetme, sikur të jetë i mbyllur në një pus, në një burg. Hedhja e Jusufit në pus duket si fatkeqësi, por ai ngrihet deri në pallat. Rritja e Musait në pallat duket si përparësi, por në fund ai detyrohet të aratiset. Fundi i çdo gjëje mund të jetë ndryshe nga fillimi i saj.